libri shqip mori skenën kryesore në zemër të Shkupit, në sheshin Skënderbeu u hap për herë të parë Panairi i Librit Shqip, një aktivitet kulturor që feston gjuhën, letërsinë dhe krijimtarinë shqiptare e që për moto e ka fjalën e rilintasve tan, gjuha jonë sa e mirë. Janë 50 shtëpi botuese pjesëmarrëse nga të gjitha trojet shqiptare, duke kthyer kështu kryeqendrën tonë në një pikë takimi të rëndësishëm të autorëve, botuesve, kryesve dhe dashamirësve të librit. Shkrimtarët e pranishëm e vlerësuan hapjen e këtij panairi si një ngjarje me rëndësi të veçantë kulturore dhe kombëtare. Të gjithë bashkë këtu në këtë shesh, ju shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Shkupit kryesisht, po edhe shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës, që u bën bashk fal 2 tokfjalshave magjik, gjuha shqipe dhe dashuri zemre. Gjuha jonë sa e mirë, kjo është motoja e këtij panairi. Këtij panairi të librit shqip, që për herë të parë po zhvillohet këtu në sheshin Skënderbeu, fal një iniciative të jashtëzakonshme të komunës së Çajirit dhe të kryetarit vet, Izet Mexhiti. Ju falenderoj zoti kryetar për këtë iniciativë dhe me këtë rast falenderoj ne shqiptarët të gjithë një për një, që kemi fuqinë e madhe për të realizuar pikërisht këtë, që duket si një gjë e vogël, por është një gjë me të vërtetë shumë e madhe. Panairi i Librit të Tiranës, Panairi i Librit të Kosovës, Prishtinës, Panairi i Librit këtu në Shkup dhe Panairi i Ulqinit përbën një mozaik panairesh që tregon fuqinë e gjuhës sonë, të librit tonë, të botuesve tanë. Dhe për këtë i jam falënderuese edhe kolegëve të mi, të cilët në çdo rast na janë bashkuar në iniciativat tona për të shkuar cep më cep në trojet shqiptare dhe për të shpalosur fuqinë e librave të tyre dhe të shkrimtarëve tanë. Të falenderoj të gjithë shkrimtarët tanë një për një, në të gjitha trojet shqiptare kudo ku ata shkruajnë, madje edhe në diasporë, që pasurojnë me veprën e tyre letërsinë shqipe dhe i japin jetë gjuhës sonë të mrekullueshme shqipe. Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë të gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panair t'a kthejnë në një traditë dhe me siguri që do të bëhet fal edhe vullnetit tuaj për të na ndjekur në këto aktivitete të mrekullueshme. Ju ftoj të ndiqni të gjithë programin e ngjeshur të këtyre ditëve. Do të keni këtu të ftuar shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar të trojeve tona. Shfrytëzojeni këtë rast për t'i takuar nga afër. Jepuni atyre të gjithë dashurinë tuaj në mënyrë që ata të mos e lënë penën nga dora asnjëherë. Ju falenderoj nga zemra për gjithë këtë aktivitet të bukur që keni organizuar këtu në Shkup. Sheshi Skënderbeu sot duket si një libër i hapur. Një libër i hapur që flet për krenarinë shqiptare, për krenarinë e kulturës dhe të artit shqiptar, për krenarinë e gjuhës shqipe. Unë mendoj që organizimi i parë i këtij panairi ka një rëndësi historike, sepse siç përmendi Irena, libri shqip tashmë qarkullon në disa panaire në gjithë hapësirën shqiptare, Tiranë, Tetov, Ulqinë, Prishtinë, në shumë qytete të Shqipërisë, të Kosovës apo të Malizzi, edhe këtu në Maqedoninë e Veriut. Por hapja e këtij panairi sot në sheshin Skënderbeu, në sytë e Skënderbeut të madh, është një event i jashtëzakonshëm i cili nuk ka vlerë thjesht për librin, për shkrimtarët, për lexuesit, po ka një vlerë kombëtare. Në këtë pikpamje unë doja të përgëzoj me shumë përzemërsi drejtuesit e komunës këtu në Çajir, drejtuesit e Institutit të Librit dhe të Promocionit që e kanë organizuar këtë, të përgëzoj gjithë autoritetet e letrave shqipe që kanë ardhur këtu, që nga profesor Ali Aliu, nga laureatja e poetesha laureate në Shqipëri, Rita Petro, edhe autor dhe studius të tjerë nga Tirana apo nga trojet të tjera shqipfolse. Kjo ditë dhe këto 3 ditë që do vazhdoj ky panair është një fest e librit, është një fest e autorëve dhe e lexuesve, e botuesve të librit, sepse autor, libër dhe autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund të funksionojë vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është fest e librit, fest e autorëve dhe e botuesve,
festa e shkrimtarëve dhe studiusëve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe. Është ajo gjuhë në të cilën kanë ligjeruar shekuj më parë Buzuku dhe Budi. Më tutje Naimi me ato fjalë të bukura, gjuha jonë sa e mirë, dhe Derada për te Adriatikut. Kanë ligjeruar Fishta dhe Mjeda, kanë ligjeruar Konica dhe Fannoli, kanë ligjeruar Kadareja dhe Recep Qosja, dhe për të ardhur akoma më afër në kohë dhe në hapësirë edhe Agim Binca e Kim Mehmeti. Pra janë emra të cilët e kanë quar gjuhën shqipe në majet tashmë të njohura botrisht, sepse letërsia e shkrimtarëve edhe autorëve shqiptar tashmë përkthehet në të gjitha gjuhët e botës, diku më shumë, diku më pak, gjithsesi tashmë është një realitet shumë i njohur. Unë dua të uroj të gjitha ata që marrin pjesë në këtë organizim të këtij eventi të jashtëzakonshëm, i cili ka dashur natyrisht për kushtim dhe pasion, ka dashur dashuri dhe dëshirë për të quar librin shqip në çdo derë të lexuesit shqiptar. Prandaj përgëzoj organizatorët e komunës, përgëzoj Irenën dhe Fatmirin, njerëzit që kanë drejtuar për kaq shumë vite TOEN-ën edhe Institutin e Librit dhe të Promocionit, përgëzoj të gjithë autorët që janë pjesëmarrës dhe kanë sjellur librat e tyre këtu, të gjithë botuesit, po mbi të gjitha një përqafim i përzemërt për lexuesit që janë mbledhur këtu në këtë panair të mrekullueshëm. Urime Festa e Librit. Panairet e librit kudo në botë konsiderohen si festat më të rëndësishme kulturore. Dhe unë uroj që ky fillim të vazhdojë derisa do të jetë për jetë edhe gjuha shqipe. Kërkoj pak falje që kam emocione. Këtu në Shkup, para 70 viteve kam kryer shkollën e mesme. Dhe i njoh gjithë këtë ambient. E kam si kujtim që më shoqëron gjithë jetën, kudo që gjendem. Sot dua të flas edhe për dy figurat e TOEN-ës që tash janë bërën dhe në kulturën tonë, zonjën Irena dhe Fatmir Toçi. Ata din ta botojnë librin, din ta afirmojnë librin dhe janë të vetmit që din të organizojnë panairet suksesshme. Vetëm para një jave ata me një panair po ashtu të rëndësishëm ishin në Shkodër. Është shumë me rëndësi në amiku i nderuar, romancieri i shquar, tha që është çast historik. Është vërtet çast historik. Se i mungonte një panair i tillë, i mungonte pranimi i librit Shkupit, që tash do t'jete në shoqëri të barabartë me panairin ndërkombëtar të Tiranës dhe me panairin ndërkombëtar të Prishtinës. Një trekëndsh në hapësirën shqiptare. Kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhidi thotë se synimi është që panairi i librit shqip në Shkup të kthehet në një traditë të përhershme kulturore e cila do të rritet vit pas viti. Sot është një ditë e veçantë për kulturën shqiptare. Për herë të parë Shkupi hap dyert për panairin e librit shqip, duke bërë piktakimi i fjalës së shkruar, i mendimit krijues dhe i mbamendjes son kolektive. Libri ka qenë gjithmonë udhëtimi më i sigurt i një kombi.
Ai ka mbijetuar kohëve të vështira, kufive, ndalimeve dhe haresës. Ati ku mungojnë urat, libri ndërton të lidhje. Ati ku mungon të zëri, libri fliste. Prandaj, ky panajir përveç se është një ngjarje e madhe kulturore, është dëshmi se gjuha shqipe vazhdon të jetojë, të krijojë dhe të pasurohet. Në të njëjtën kohë, është një shprehje e fuqisë së fjalës shqipe, e cila vazhdon të kapërcejë kohën dhe kufit. Në historinë tonë, libri ka qenë një nga shtyllat më të forta të identitetit, nga meshari Gjon Buzukut të vepra e Nejn Frashërit, Gjergj Fishtës, Migjenit, Ismail Kaderes dhe Ali Podrimi e Esat Mekuli, brezat e tërë kanë gjetur në libra jo veç dije, por edhe mbijetesë e identitet. Kemi lexuar lautën e malësisë, kemi reflektuar me vargjet e lira, kemi udhëtuar në përkohë me kronikën në gur dhe prilli i thyer. Në secilën prej këtyre veprave gjendet një pjesë e shpirtit të kombit ton, një pjesë e historisë son dhe një pjesë e së ardhmës që kemi luftuar për të. Libri është kujtesë, por është edhe vizion. Ai na mëson se popujt ecin përpara kur lexojnë, kur pyesin, kur mendojnë dhe kur krijojnë. Një shoqëri që lexon është një shoqëri që di të ndërtojë një të ardhmen e saj. Prandaj le të jetë ky panajir një vend takim për idetë, për kulturën shqipe dhe për dialogun. Le të jetë një festë e gjuhës shqipe dhe krijimtarisë son. Le të hyjë kjo ditë në kalendarin ton kulturor si një datë e rëndësishme që do na kujtojë çdo vit fuqinë e librit dhe të gjuhës shqipe. Me këtë bindje, shpall të hapur panajirin e parë të librit shqip në Shkup dhe më vjen mirë që ju njoftoj se kjo ngjarje do të kthehet në një traditë të përhershme kulturore që do të rritet vit pas viti, bashkë me dashurinë tonë për librin dhe dijen. Bashkë me du të falenderoj që ke bëhet një iniciativë dhe du të falenderoj publikisht Irenën dhe Fatmir Toçin dhe gjithë bashkëpunëtorët tjerë, po ashtu të falenderoj edhe Fondacionin Albis i cili kontribon në këtë drejtim. Përfaqësuesit e shtëpive botuese theksuan se interesimi i të rinjeve për leximin vazhdon të jetë i pranishëm edhe pse jo në nivele të kënaqshme. Sipas tyre, është pikërisht roli i panajireve të tilla që të promovojnë kulturën e leximit. Leximi tek gjeneratat e reja rinia kështu në përgjithësi kanë dëshirë shumë të madhe për me lexu, por kryesisht prej vendit se ku vim, leximi më shumë bëhet në gjuhën angleze. Edhe frekuentimi më shumë qëndron te zhanret e fantazisë, romans. Domethënë ka shumë një lloj trendi se çka e përçan tregu kohët e fundit që i ndikon shumë se çka lexojnë. Po çfarë libra zakonisht preferojnë të rinjët sot në kryesisht lexojnë zhanret shembull romans, fantazi, mister krim, po të njëjtën kohë ndikon tepër shumë shembull kur del diçka trend, pezon tash kon White Nights natë e bardha nga Fyodor Dostojevski, edhe gjithë janë kon kërkim të atij librit. Kështu që nuk mundemi me thonë diçka që është strikte që lexojnë vetëm atë zhanër, për shkak që janë shumë të hapur me lexu çka do se çka i sugjerojmë, i propozojmë dhe çka i ofrojmë si trendet e librit. Shtëpia botuese Dugaxhine, kryesisht ai ka kolonën lek, cilët janë të fokusuar te pjesa e librave vetëndim, biznes, pastaj është librat e autorit Herman Hesse, të cilët e kemi komplet kolonën përkthyme, janë librat e Magnus Opus, ku janë fokusuar përkthimi i klasikëve, timeless librat. Pastaj është kolona Anima, ku janë përkthyer klasik botror, që kemi mundu me i përfshi. E kemi kolonën e Fekjumit, Fryman, kështu. Në fakt, si ndikojnë panajiret e këtilla në ngritjen e vetdijes për librin? Panajiret e librit janë vendi ideal ku arrimi u prezantu lexuesve rëndësinë e leximit, rëndësinë e librit, edhe se çka ja vlen shembull me lexu. Janë momentet ku shembull lexues arrin me kon kontakt më shumë me librin, edhe me një farë forme e bojnë ato për tërë vitin një lloj kalendari se çka do lexojnë. Kështu që është vendi ideal. Përshëndetje, unë jam Nevin Demniri, menaxher i botime të Akademisë së Shkencave. Tani interes ka, nuk është ka rënë si pasojë e internetit dhe në përgjithësi materialet e Akademisë së Shkencave janë internet. Po megjithatë për librin akoma nuk ka rënë interes. Kemi për herë vizitorë nëpër panajire, ka interes sidomos për librat e historisë, gjuhësisë, arkeologjisë, për fjalorë sidomos,
duan t'i kenë, njerëzit duan t'i kenë librin fizikisht edhe në shtëpi. Shiko, në Tiranë ka shumë, në Tiranë për shumë është, unë them është si në autobus, ka shumë pjesëmarrje, po urojmë që Shkup, sot është dita parë, sot ka gjallëri, ka frekuentim, ka njerëz, shohim ditën në vazhdim. Po sa ndikojnë panairet e këtilla në ngritjen e vetdijes për librin? Shko, panairi është edhe si ekspozit. Librarit nuk arrisin të marrin të gjitha. Se do t'jetë një librari shumë e madhe që të marrin libra të gjithë botuese. Që në këtë rast, se cila shtëpi botuese, jepet mundësia që të ekspozoj botimet e veta, botimet më të rejat, më të fundit. Pastaj vinë edhe kërkesat më mrapa, sepse shikon dikush, ja sugjeroj kolegut vet, dhe kështu shko dorë mas dori dhe pastaj kërkoj të librerit. Sa është interesimi të rinjeve sot për të lexuar? Megjithëse se ekziston një opinion që të rit kanë ndryshuar në metodologjinë e leximit, megjithatë prap libri në kuptimin klasik, libri i letër, megjithatë edhe prej të rive lexohet. Sigurisht me përzgjedhje, sipas interesave që ato kanë, por megjithatë nuk është kështu dëshpëruese sa ne nganjëherë mendojmë se jo rinia s'po lexon. Nuk është e vërtetë, rinia lexon jo vetëm në kuptimin e këtij leximit modern, themi në këto mjetet elektronike, por edhe librin në mënyrën klasike, po kështu rinia lexon. Sigurisht ka ndryshimet e veta, siç thash, metodologjia e leximit është momenti i përbotshëm ky ndryshim, por megjithatë ne na mban shpresa se leximi i librit, leximi klasik i librit nuk mund të zëvendësohet dhe nuk po zëvendësohet për fat, kështu që ne vazhdojmë në zëjen tonë të botimit me shpresë, me dëshirë se gjërat do të ecin. Çka preferojnë të rinjët sot më shumë? Sigurisht, në përputhje me intereset e tyre, edhe me kategorinë, ka fashët ndryshme lexuesish nga të ri që shumica preferojnë letërsinë kontemporane, bashkëkohore, ka edhe të tjerë që janë të interesuar edhe për njohjen e letërsisë klasike, autorëve klasik. Ne kemi një kursi botimesh me letërsinë tonë të traditës, letërsinë shqipe, dhe vërtet na gëzon fakti kur takojmë raste jo pak të ri që shprehin interes dhe blejnë e marrin libra të klasikëve tonë. Sikundërse, sigurisht edhe klasik botës të përkthyer në shqip ose në gjuhë të huaja. Po sa ndikojnë panairet e këtilla në ngritjen e vetdijes tek të rinjët për librin? Gjithnjë më shumë duke u perfeksionuar edhe metodologjia, po themi, e këtyne panaireve si ekspozicione, po vëmë re që ndikon gjithnjë në rritje. Në një farë mënyrë edhe panairet vete tani po konceptohen më tepër kështu si tip festivale librit, sepse nuk ka tashti në ato elementet e panaireve, kudo që po i bëjmë në për trevat tona shqiptare, në Tiranë, Shkodër, në Prishtinë, edhe në Shkup tani, po alternohen edhe me metoda tjera komunikimi, si që janë promovimet, si që janë bisedat letrare me temat ndryshme, takime me shkrimtar të lexuesve, takime të lexuesve me botuesit. Pra, kjo larmi komunikimit, kjo larmi formash, sigurisht që po ka ndikimin e vet. Pra, koncepti i panaireve tani nuk po funksionon më, sipas mendimit tim, në mënyrën klasike. Hapim ato tezga, tavolinat dhe vitrinat e librave, por edhe këto elementet tjerë po bëhen pra që të konceptohen si festivalet librit, dhe kjo është mënyrë më e gjerë e komunikimit me lexuesit, edhe lexuesi gjendet në shumë forma në kontakt me librin dhe me leximin. Gjatë ditëve të panairit do të ketë aktivitete të shumta kulturore, promovime librash dhe takime me autorë shqiptar nga të gjitha trevat. Panairi do të qëndrojë i hapur për 4 ditë duke pritur lexuesit, por edhe ata që dëshirojnë nga afër të njohen me shkrimtarët e tyre të preferuar e të diskutojnë me ta.